أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى أهله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد. Allahun e falenderojmë për ti falë dhe ndihmë kërkojmë kon Allahu subhanahu wa taala o dazon rrugën e tij të drejtë nuk ka kush e humb. Ndërsa të cilën e lën të humbur nuk ka kush e udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhammedit alayhi salatu wassalam. Familjes të pastër, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë atyre të cilët ecin dhe e ndjekin rrugën e tij me përpikshmëri. Milionë rrotpor të përshëndes. Me përshëndetjen e banorëve të xhennetit, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun subhanahu wa taala me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që këto minuta që do të kalojmë së bashku, Allahu t'i bëjë të bereqetshme, të begatshme, dhe kur dalim para tij na peshojnë peshorën e veprave të mira. Të nderuar vëllezër dhe motra, inshallah taala do të vazhdojmë në rrugtimin tonë të përbashkët që kem nisë me jetëshkrimin e Omerit radiallahu anhu. Kem arrit tek Fethul Quds, çlirimi i Qudsit. Po para çlirimit të Qudsit ka ndodhur një ngjarje që mbesim mangu nëse se përmendim. Është ngjarja që është njihet mawqi'atu Ajnadayn. Është një prej ngjarjeve që ka ndodhur në vitin 15 Hijri. Është kjo prej betejave vendimtare mes muslimanëve dhe romakëve. Është prej betejave vendimtare kundër romakëve. Kjo është kur Amr ibn al-As u nis me ushtrin e tij drejt Ajnadaynit. Edhe romakët dolen me komandantin e tyre Artabun, e ka pas emrin është quajt Artabun. Kur I ka ardhur lajmi Omerit radiallahu anhu se Artabuni apo komandanti I romakëve është nis, atëherë Omeri ka thonë: "Qad ramayna Artabun ar-Rumi bi Artabun al-Arab, fantadhiru amma tanfarij." Tha Omeri radiallahu anhu, kur ndëgjoi se e kanë dërguar romak komandantin e tyre Artabunin, tha tash pra tha na do t'ja dërgojmë Artabunin e arabëve. E kish fjalën për kanë? Për Khalid bin Walidin. Thot kena me ja dërgu Artabunin e romakëve. Komu ballafaqu Artabunin e romakëve me Artabunin e muslimanëve, arabëve. Edhe atëherë ndodhi kjo ngjarje, realisht se unë përshpejtova, se thash kush një vëllau ma para priti, tha Khalid, nuk është Khalidi, po Amr ibn al-As, falem. Amr ibn al-As ishte komandanti I ushtrisë muslimanëve. Edhe Omeri tha tash ja shojmë në Amrin, edhe Amri është Artabuni I arabëve. Edhe kjo ngjarje për ngjarjeve ka ndodhur, do të thotë, dhe shkun dhe musliman do të thotë triumfun këtë luftë për luftave, për përmendive si përfatsisht shpejt. Po para kësaj s'kom qarë me përmend pse Omeri I ka thonë Artabuni I arabëve. Se Amr ibn Asi ka qenë, I kanë thonë dahjetul arab, mendja e arabëve, mendjendritur I arabëve. Që sa I prehtë të kun mend, që ka bo Amr ibn Asi radiallahu anhu. Kur ka ndodhur kjo ngjarje që përshkruhet në për librat e historisë, atëra Amr ibn Asi kanë dëgju për gjendjen e këtij komandanti, po ka dashur me pa për afër me qysh. Çka ka bo Amr ibn Asi radiallahu anhu? Ka shku, do thot Amr ibn Asi është drejtu drejt tek Artabruni, ka shku tek ai edhe I ka thonë Artabuni: ja ejuhel emir, unë jam do më thonë një pi emirave të Amr ibn Asi. Ta kuj vetë kon Amr ibn Asi, që farë loj.
Tha, unë jam një emir pej emirave të Amr ibn al-Asit. Tha, kom ardh me ndëgju prej teje, më ka dërgu Amri me ndëgju prej teje. Ti ndëgjove prej meje, unë ndëgjova prej teje qka? Thot, unë jam një prej atyne 10 udhëhecave, inni wahid min asharati ba'athana Omar ibn al-Khattab linakuna ma Amr ibn al-As linashhada amrahu. Unë jam një prej 10-ve që Omeri ka dërgu tek Amr ibn al-Asi, një prej 10-ve, për me po çështjen e tij. Edhe erdha, tha, me ndëgju ato çka duhet me ndëgju ti prej meje, edhe në pejteje. Edhe ky tha, atëre, tha, Artabuni, tha, ani prumi edhe ata 9 tjerë. Tha, po ta shti prujnë ty, ta shti prujnë ata. Ky dol pisaj, kur dol prej saj, çka ka thonë ky Artabuni, ka thonë, en alladhi dakhala alayhi huwa Amr ibn al-As. فقال خدعني الرجل هذا والله أدهى العرب. والله ذا كش الدول شتاش كيوش عمر بن عاص vet edhe këtë du të më konë ai mendje ndritur I arabëve, mashtrojtha. Edhe Amr ibn al-As e morë vesh punën e tij krejt. Çështu janë njerëz të mëshëm dashurit e mi kur kanë qëllime të mëdha, kanë qëllime të mëdha, kanë himemul alie, kanë do të thotë ambicje të larta, ata nuk merren me troha, se kanë qëllimin e lartë. Edhe kështu të më konë besimtari, që ata Omeri radiallahu ka thonë, el mu'minu fatin, besimtari o mendje pret, e ka mendjen e pret, ka qëllimet e qarta, e din ku është nis, e din ku do me shkue, kështu më radhë. Kjo është një ngjarjeve që ka ndodhur. Pastaj vim tek Fethul Quds, të çlirimi I Kudsit. Çlirimi I Kudsit, dashurit e mi, është për ngjarjeve të mëdha në historikun e Omerit radiallahu anhu. Diskutimi është një farë diskutimi mes ulemave, disa thonë ka ndodhur në vitin fund të vitit 15 Hijri, disa thonë jo, ka ndodhur në fillim të vitit 16 Hijri, wallahu ta'ala alem. Por se Omeri radiallahu anhu kur është liru Iraki, nuk dol me shku me kështu çka ka ndodhur. U çliru Misri, Egjipti, nuk shkoj. U çliru Shami, nuk shkoj. Kur u çliru Kudsi, Kudsi tash është diçka tjetër është. Atëherë Omeri vendosi me shku, me I marr qelsat e Kudsit me dorën e vet. Edhe kështu do thotë edhe ishte edhe plus kërkesë e udhëhecave të Kudsit. Ata thanë, qelsat e Kudsit nuk ja dorëzojmë vetëm se na Omerit vetë me ndorë, se neve në librin tonë jam përshkru disa cilësit ati që ka me marë Kudsin edhe ka me marë qelsat e Kudsit. Tash kënë me ndëgju të sfjegu krejt e kuptojmë për çka është fjala. Omer radiallahu anhu dol, tash dikaj që me të vërtet është, sinqerisht po të thëmë, I thëmë drejtën sot, I thash një dy vllaznive këtu në xhami, çka po ta kontakt me ta, thash po I betona në Allah se kur pe lexoj jetën e këtij Omerit, po më bën bajki kushtos po më bën. Pasha Allahun që është një auto, po ma çet kanë erëm hin mendja, thon subhanallahu, thu vallë mos na ka kriju Allah subhanahu wa taala ne me dhe zjarmin e xhenemit. Kur çfarë qëllime, çfarë jetë kanë posta dhe kur e kthyn në jetën tonë, jo të vjen me kajt, po me ku ka duhet. Ky buri madh dashurit e mi, çfarë njeri madh ako. Allah I kem nevoj, pasha Allah kem nevoj mu këthyn temelet që të në njerëzve për me, nëse dojmë mi jep diçka në radhë të parë vetës në ahiret, edhe shoqërisë ku jetojmë. Dole Omeri radiallahu anhu, edhe kishte mjetin e udhëtimit vetë që e ka pas devën e tij. Me vetë ka pas një shërtor. Një shërtor. Edhe I tha shërtorit, tha, qëre. Tha, me hypun e ndeve, e ti me mbajt devën për kërpeshi me hec, të bëj zullum. Me zbritun e pi devës, me hyp ti në deve, më bon t'i bu zullum. Me hyp dytë mbi deve, I bëjmë zullum devës, as në mbon dytë. Atëre qka tha është emri, qka është zgjidhja e kësaj, tha, një pjesë të rrugës ti hyp në deve,
një pjesë une. Qështu tha desa të mrim Kuds. Dashti Allah subhanahu wa ta'ala, dashurit e mi, që Omeri radiallahu anhu, me mbri derisa erdhen kur afrun tek periferia e Palestinës të sotshit, Kudsit, sahabet ishin dal me e prit Omerin e madh radiallahu anhu. Ebu Ubejd ibn al-Jarrah, Khalid ibn Walid, Muadh ibn Jabal, Amr ibn al-As, Muawiyah ibn Abi Sufjan, Bilali, e një grup i madh i sahabeve. I përmenda ashta që janë sahabët të mëdhaj. Jo ata tjerë që s'kanë vlerë, jo, po i përmenda ashta janë të njohur dhe të mëdhaj pi sahabeve. Ishin dalë me prit Omerin radiallahu anhu. Kur arriti Omeri në periferi të Kudsit, Ebu Ubejdja dul edhe pepret komandanti. Ebu Ubejd ibn al-Jarrah o kon komandanti i ushtrisë Kudsit që është nisë me shiru Kudsin. Ebu Ubejdja dul me prit komandantin suprem, prisin e besimtarve, kur e pa Omeri radiallahu anhu, dashurit e mi, të gre për kërpeshit devel, shërtorit i shyp deve. Tha, ja mirë e mu'minin. Tha, deri këtu mire, tash s'është momenti kë, nuk o momenti, tha, kë me ndajtë ndeve ti me hinë Kuds, ishë rendi, bashku afrun të përveria e Kudsit, e rendi, Omeri qka me tërhek deven. Ata të ketë me ndëshin, ata qka e shishin, kujtë është që Omeri që i nelë, Omeri sish, Omeri ish, poshtë. Atëhere, qëshka i tha Omeri radiallahu anhu Ebu Ubejdes, wallahi lau kana min gajrike, nësë këshme qenë kjo veprim pej dikuj tjetër, jo pej teje Ebu Ubejde, le edebtuhu, kisha me bot të edib, kisha me eduku mirë. Edukata Omeri që konë? Me rej me shtagë. Po ti Ebu Ubejde, je kush je, komandanti ushtris. Omeri, sa ka dasht Ebu Ubejden, pe përmendi si për veç me të regu, se kena me përmend këta, kena me përmend momentin kër vdek Ebu Ubejdi, kër i ka lajmi i vdekis Ebu Ubejdes, është moment që e ka të rishtu Omeri radiallahu anhu. Omeri në ditë dashurit e mi u konë të ndajtë në dhomë me sahabe, edhe ka thonë, shpresani, që këshit pos qef me pos, a po ka nëse kurse na që bëjmë, na bëjmë ka nërë pytje, po të pi kafe, që kësha pos qef, a njërë dhe në kështona, ashtu, edhe kanë njës njës me shpresu, kanë thonë njërë kësha pos qef me pos dhomën të mbushum me këtë ari me e fise bilila, kanë njës me e, se që dhe të jep shpresat e ti, kër i ka radha, Omeri në të menna u ja Emirul Mu'minin, shpresat e, qka kështë dash ti? Ka në kësha dash me mbush që të dhomë këtë me bura, si kërse Ebu Ubejd ibn al-Jarrah. Ebu Ubejd ka qenë buri madhë. Kër ka dalë tauni në Sham, Omeri ka dhimt, ja ka që letërën, ka thonë, shpejt, po të urdhoj me armën po. Me armën dime. A i ka doshtë Omeri me nëzirë, ama Ebu Ubejde e ka marrë vesh afton. Ka marrë vesh sa Omeri, po të dënë me nëzirë, me shpetu, ka thonë, Allah, ka thonë, të mora, fehim të muradeke. E mora vesh qëllimin tënë, po prisi besimtarve. Unë e tha, jam një pej muslimave, kom e mbet me këta. Ja kena me pështu kret, ja kena me dek kret. Kër erë lojmi se ka vdek, Omeri radiallahu anhu shumë e ka përretu rënda dhe ka kajtë shumë, ka kajtë kër vdek Ebu Ubejd ibn al-Jarrah. Po kësë është momenti, vjen momenti e përmendim, inshallahu ta'ala. Atëherë Omeri, këtu ja jepi edhe një ders Ebu Ubejdes, edhe pse Ebu Ubejdja, dashurit e mi, edhe këto kemë përmend, nuk ka pas zahid më të madh kur është ku Omeri me vizitu në Sham me pa, o të rishtu, çfarë gjendje e ka gjetë Ebu Ubejden. Kur ka marrë listën e fukarave, me këshirë se Omeri ko pas kohë ka që se u shliru në kohën Omeri, kanë qenë futuhatet të mdhaja, shlirimet të mdhaja kanë ndodhë. Kanë fitu musliman pasuri, Omeri e ka shpërdan në për këtë vendet e muslimanve pasurin me drejtësi. Kër e ka qute Ebu Ubejde, me ndihmu fukarat, e ka gjithë, kër e kanë marrë listën me këshirë, e kanë gjithë mesin e fukarave, i pari shtetit, la ilaha illallah. Korohi Omeri me e pa gjendje në shtëpinë e tia, ka njësë me kajtë. Ka njësë me kajtë kërë ka po, ka thonë, që kjo ka thonë në shpia jote, që kjo është ka thonë ajo qebja jote që mblosh me ta, po, kena në fund dersit, kena me i përmend disa
momente për jetës Omerit, dhe këto s'guzojmë me ti kalu, i përmendim kur ti vjem vakti. Ama Omeri, ja jepi, dhe kemi jep një mësim ketëve aty. Tha, ja Ebu Ubejde, sa Ubejde tha, me artha, me hypën deve, te me zbrit ky shërptori tash, se kanë dalë patrik, kanë dalë priftat më të mëdhaj, rabinat, dietarët e jahudive, do të thotë paria e Kutsit të dalë për të presin me hin Kuts. Çka i tha Ebu Ubejdes, Omeri tha, ja Ebu Ubejde, o Ebu Ubejde tha, nahnu lesna min ehlil madhahir, nuk jena na tha prej atyre tipave formal që jepim rëndësive që formaliteteve të jashtme. Pasha Allah që kjo fjallë, pa ja këtë tërmet në bon neve. Lesna min ehlil madhahir, na nuk jena prej atyre që i jepim rëndësi, do më thonë kryesore, qëllim kryesore joni është dukja e jashtme. Ne jetojmë një zemon që jo të na shkatru kjo, njoni me ndonë se nëse vesh Versace ajo buri malë, jo bre. Ai tjetër me ndonë se nëse e gron një kërë shtrajt ajo është buri mirë. Ai tjetër me ndonë se nëse bart një filon diplomen. E kështu me roll, tash lej këlla pa qelë. Këto asë një nuk e bojnë njerin të madhë. Të madhe bojnë njeriun ajo qka e bartën vetën njeriu, qka e kanë vetë vetën gjoksin e ti. Par atë qësha, se na gabimi i matje se njerëzve me të jashtmen e tyre, o gabim. Edhe pejgamberi s.a.s. në ka paralajmëruar në hadithe të vërteta që mos mu mashtruna me të jashtmen e njerëzve. Që shu përshkruar një hadith që e kom nxjerr këtu, po du me e lexu para juve. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka në hadith, ka thonë ka njerëz që do të thotë ata veshin teshat do të thotë të vjetra. Si Omerit kur ja kanë numëru dashurit e mi, thot Ebu Ubejde, kur më dal me e prit Omerin, me e prit, po thot kushtimisht të këdyr e Kutsit, ja kum numëru në gjybën e ti 21 harna. Ka dalë, sobër, stop. 21 harna, qësh 21 harna? Aty qësh jam përshkru harnat në gjybën e ti. Qëre, më konë harna me të njëjtë në gjysë, si se gjybës teme, nuk është shumë problem. Ama ja kanë numëru 21 harna, thot një ka pas të kuqe, një ka pas të sarit, një ka pas të gjelbërt, një ka pas të zezi. Ja Allah, lara që të imna. I pari muslimanve. A pejgamberi s.a.s. që ka thonë pejgamberi a.s. që mos mi e pranësi se shumica e djemë vetëri sot kujtojnë auton që oj dashur jam, imani, besim ju të ngritë të Allahu, imani të bënd të madhë. Pejgamberi s.a.s. ka thonë, ka arë në hadith është përmend, të thotë njerëz të cilët do më thonë veshin edhe tesha dvjetra do më thonë, që në sytë e njerëzve në nëshmum, po ka thonë pejgamberi s.a.s. që ka thonë në hadith, qka ka përmend, ka thonë, nëse aj, lau aqseme ala Allahi, la e barra. Këta njerëz më u betun Allahun, Allah e pranon betimin. Do më thonë qash njerëz devotshëm. Sikur se kush ka qenë një pejtune, që e ka përmend pejgamberi s.a.s. Uwais al-Qarni. Që e ka thonë? Ka thonë, është një burë, ka emnin Uwais al-Qarni. Uwais al-Qarni se ka pa pejgamberi s.a.s. Ka jetu në kohën e pejgamberit s.a.s. E ka besu dhe Rasulullah s.a.s. pas së taku, kjo nuk është sahabe. Është hadrami, thuhet. Kjo ka thonë sahabeve, ka thonë, është një burë, ka emnin Uwais al-Qarni. Nëse e takoni ato, luteni mja me bo dua ai për ju, ka thonë, sa i kur të bën duaja ti pranohet. Omerin se ka ndonë vendi ven, mos jenë të Omeri. Kur Uwais al-Qarni në Medine, e ka marrë vesh Omeri që Uwais i ka shku, ka thonë, pasha Allah, ka thonë, bë do për mu. Allah, ka o dojërë dhe vikë, ti ka njerë ndoshtë e këshur një vlatë tonë din me një sy sa i zinë, kështë atin, anina të në mpeke, vada makaki, anë makaki. Ti këshurë me sy e ndoshtë ajo me teshat vjetra, nuk ka njëri me autoritet, ndoshtë nuk është edhe për ndo një familje të madhe që është na e në mësu me indi, po ajo të muslimon i mirë, a i kur i qonë durt,
drejt qiellit e i lutet Zotit, Zoti s'ja kthe lutjen e tij zbrast. Na duhet me i dash njerëz dashurit e mi, po m'vjen keq që i thon. Allah i krejt pej meje të poshtë, krejt dikush ma shumë e dikush ma pak. Na për fat keq i vlerësojmë njerëz, i vlerësojmë sipas gjërave materiale. A do në mu konë realitet, mu bo realisti me vetën tonë dhe dhënë me dhe. Këshërë ti, që të gëzime që i ki në shpet. Kur të banë ndoj iftara, ndoj darka me pikafe, e thim ndoj herë ndoj vëllot shkret, që i shkret, që ndështë ta kret gjemate kanë lonë onash, e thirë të ato. Me thonë, hajde me hongër iftarë me mu, hajde me pi kafe. Na kafe, kur bimi kena njerë saktua, o tonë që bim kafe, o tonë. Këtë regon do më thonë, mos kuptimi drejt i fesë, kujti djeg pej hoqës të poshte, kujti djeg e që qëtësa ma shumë aklat ftoft, ta kalon djegësën dhe të kalon me emrën e Zotit, du të mu përmizua të dashurit e mi. Ama qëre këta burat të mdhaja, o tonë. Omeri se ka pos gojle, a i ka 21 harna, thot Alia radiallahu anhu, që ndigoj këtë tjetën për Omerin. Thot pasha Allah, e kon po Omerin të bot të vafën qabe, janë mu mërëjsha, thot. Në teshat e ti harnat, i kom gjetë ma shumë se 21 harna në ta. Një transmitit tjetër orë, ma shumë se 11 harna. Këtë teshat me harna. A dhe në ma shumë e tërgu këshu Omeri. Ka orë, sa Omeri ko pjesë e shtetit islam. Ka ardhë, do më thonë, një për shteteve kërë kanë shtëru, kanë fitu musliman shumë pasuri. Pi pasurive që kanë fitu në luft, kanë fitu shtof. Qërët, do shta neve në tu këtë pak zëmot, zë ne i kena ka 15 pantolla, e shumë sel dhe, ama, di që ka u konë në këtë sahabeve, me i pas 2 par tesha, je logariqka, pi matë pasurve. Se shumica sahabeve i kanë pasur ka i par tesha, dhe këtë shumica i kanë pasur shkyme. Kanë fitu shtof, material, për tesha. Edhe ka thonë Omeri, shpërdaja o muslimanve. Ka ardhë djali vetë Abdullah ibn Omeri, se gjdarë, mundem mu masku që shdush, ma natyrshëm bro, djali për babën, e baba për djalin, është natyrshëm kërë baba dhe djali. Se ka njerëz, ka edhe babë hajlaz, edhe djali hajlaz. Ama kërë baba, tamam, ka ndjena për vladin e vetë. Edhe vladi ka ndjenë për babën. Abdullah ibn Omeri pesh për danë, këta i ka marrë 2 copa, pja pru në Omerit, i dhe ta, që babë, ta ku mda shtofin edhe për ty, tha, nuk e pranë me marrë këta, tha. Po tha, babë edhe ti e pjesë, jo, tha, ti pëse, tha, unë jam shumë i madhë, Omeri ku një madhë. E ti kur ka hypë në gomarë, kur ka hypë, në magari ka mprejkë gujtë në tokë. Ka dhënë me marrë në shtofë, du të me marrë shofë, me marrë sa për 2 musliman, ka dhënë, jasë, du mi pozullu muslimanve, lemi një mu që do të shkyme. Në fund, Abdullah ibn Omerit i ka djekë zemra, se përshë babën e vetë me teshat shkyme, o shku i ka marrë paret, ja ka ble babës vetë, me paret veta. Kërja ka pru, ka thonë, vallaj, ka thonë, babë me paret mija ti kom ble. Ka thonë, u kryja Allah që përbleft, i ka marrë Omeri, ka kep gjybën e ti, kur o dal me mbajt hytbe, o hypën hytbe Omeri, të mbajt hytben, një prej muslimanve o ngrit, ka thonë, sa Omeri ka lyp, ka thonë, sam'an wa ta'an, dëgjushmëri dhe nënshmëri ndaj prisit besimtarëve, ka thonë la ta'ate, la sam'an wa la ta'atan la ank au lek. S'ka, ka thonë, dëgjushmëri dhe nënshmëri për balteje, s'ka, ka thonë. Na pe imbojmë, ka thonë, krejt teshat e tona derin gjysë të komes, ati zotnia dhe qëre se sa mirë po të rinë teshat. Ati ka kojtë zemra që i dhe me Omeri? Atëro, po në rozë Omeri, o zrypit, beze ka thonë, ko Abdullah ibn Omeri, o që Abdullah, ka thonë, pa e ka, hec ka thonë. Qoko, falë ka thonë, që ka ndohë. Edhe Abdullah ibn Omeri ka thonë, kështu. Kore kanë dëgju muslimat, ka nisë me ushtu gjamia pejgambe sasën të thonë, sam'an wa ta'an li emiri l-mu'minin, dëgjushmëri, dhe nështushmëri për prisin e besimtarës, e kanë marrë se nuk e kanë një pris dilingji. Që kjo konë Omeri, radiallahu anhu. Pastaj dashurit e mi, Omeri radiallahu anhu hynin Kuds të e mbajt devën për kërpeshi po hecë. Këtu ndodho një moment bajagi i sikleqen për sahabët. Atë dit kishë rashi. Kur të bjen shi, kush ka qenë, apo kush ka ra, se tash në kaneri këna, se gjithë kanë a i kanë bo, që bo asfalt gjithë kanë, pak mundën me pa loq,
Ama e ki pa kur bjen shik ku shka, do thot, është toka jo e shtrume me asfalt, a i bot laqa, e ki pa me nere. Omer radiallahu anhu, tu hec, tu afru bash, thot, të dyrt e Kutsit, ish mbledh, thot, një përrockë me ujë që aty. Edhe ish mbështjell ujë, do thot ujë për rreth laç. Tha e çoj teshat e ti, thobin e ti, të dash me këty ata i sharoj koma e ti në laç, u bo laç kërit. Sahabët kore pon, zemre, dhe ka sejfi ke i nati, se ka qërët, vëllaj që kjo është për imanit, me të dhimbë zemra që një vllai jo ti musliman, po del në syt e qafira dhe keq, kjo është për imanit. Na sot për fat keq jo ndok ku po thon s'po di çu shbi thon, apo do shkuzon njëri me ngarku vetë la udon. Vjen në xhamihin, bre, në xhamihin au udon. Kesh këto, për kesh këto. Shka të vynë këj musliman, këj da sugjuk zban me boze del sugjuk i keq me to. Ama këqërë këta, jo ndi keq, pse mos me ro keq para qka, mos me ro para priftrinve, para binve, që ishin prezent, mos me ro keq. Por se ata ahbart, edhe ruhbant, edhe kasawiset, priftat edhe rabinet e jahudive djetart, e dishin se librat e tyre o shkru se ai cili do të hynë prej ummetit Muhammedit a.s. Në Kuds, me marë qilësat e Kudsit, është një njeri me trup të madh, i gjatë. Edhe është përshkru, subhanallah il adhim, jo përshkru edhe harnat e gjybes ti. Që përshë? Me pandigu Omer radiallahu anhu, a përshës? Shumë sende ishin ndryshu, shumë realitete. Edhe harnat e gjybes ti jonë përshkru në librat e jahudive dhe të krishterve. Qaj cili do të merë qelsin e Kutsit. Omer radiallahu anhu kur hyni, ata që ka ishin për rreth kejt e ngjyshin edhe që ishin të dhënë, që këtë që u përmend në librin ta, vallahi që këtë ka. Qyre këtë cilësia, nisëm një përmend cilësi që i kanë gjetë, në librat e ty, e tu i pote Omeri radiallahu anhu, për atë dashurit e mi, krejt këto që ka i përmenda deri tash çështjet e harnave, komt e ti që e preken loqin e krejt, që ka që si do mesazhi, këto mesazhi të dashurit e mi se qytetërimet, se po jetojmë kohën e qytetërimit, po i thëmë, qytetërimit nuk bëhet me formalitete, me tesha, me sende dukshme, po qytetërim i vërtet është kur ndërtojmë njerëz me besim të plot në Allahun edhe me mendje të ndritura. Pastaj Omer radiallahu anhu kur hyrin Kuds dashurit e mi, hynin Kuds edhe e shëqeshin këtë banor të Kudsit, u zgjatëshin gra e fëmije këtë me këshyr Omerin radiallahu anhu. Omeri u afru të një vend që quhet do më thonë Tel, emnin Tel. I thojnë palestinest e soqit e pranë Tellu Tekbir, apo Gjebelu Tekbir, kodrina apo kodra e Tekbirit. E ka marrë kohën pikos Omerit. Kër u hyp Omerin në atë kodër, e ka pëkën Kudsi Sherifin. Para saj u kon Kanisetul Qiyame i thojnë. Kisha e Kiametit. Qka kjo kisha e Kiametit? Kjo është ku pretendojnë të krishterët, sa që aty është kërgjëzu Isa a.s. E kjo që s'ka ndodhë hish, edhe aty thënë që e ka varin, si pas tëne. Kur afrute ajo kish, i ka thonë një prislinë, ka thonë, falu që to, Omer. Ka thonë, ja, sa në ka thonë në këto. Se me bo mu falu në këto, mendojnë musliman që du të marë, kanë marë musliman pas me e mu falu këto. Ja, me kalzuzet, do në zemonin tonë në kalzojnë, ja tha, bashkjetesa, u në për bashkjetes, dërshim bojmë. Po në probleme kena që s'po në alen ju me fejnë tonë mu marë. Shkru në herifi, pasha zotën, apo veç s'po du me përmen me emen, kushe ka po në Facebook, ka po, po bleku ne kom qitë një foto që të të imë sufmit. Shkru një zyrtar, për zyrtarve që t'i vendit tonë, që jo konë, të ashtë në penzia, u do shë që do në penzia, fa t'jetë të e shkatru kombin,
mërë zotëni, cilin kam mërë vlat, erdha në bara, ku të erdha unë e ty. Unë e jam imam zyrtar i xhamisë Kurshunlis. Në xhami jo bëzua, i shkova mi marra ta fëmijë me i pru me zor, prind i kanë pru me dashuri i pru një fëmijë, apo i djega, vallahi ju djeg sa ma shumë gell kundër djegjes. Sa ma shumë gell kundër djegjes. S'kem çka më bëu. Lekum ud-din e kum waliyadin, ju e keni fejnë, ju na e keni fejnë tonë. Ama neve problemi që s'dojmë me nalun me fejnë tonë më marë. A i dënë me kalzu që shruhet kombi. Po e te ki ru mirë bile ma utan. Se s'keni lonë të mirë që ka egzistu këtu pa e mara utan. Të mirë këtu që ka është se keni lonë pa e mara utan. E mos hajde me nashit kastraveca e patrigjona, me nashit me na kalzu neve, pse do kena plët në familjet tona. A që i kom pjesë luftës, a më kry luftës, mbas luftës, kur gjohet se ka pa hajrin që s'ka marrë për këti shteti. O këthy biznisit vetë. Aj që u konë hoxha ka vazhdu hoxha lokit, aj që u konë zanatlia ka zanu zanatit vetë. Ajo ndo, thë kalu, anë e për që e kapuqin, pasha Allah në kapuqin e o heki, pasha madnin e Zotin, për krejt qlirimtartë, po dalim feje që i kanë luftu për që të lirin që ne e këzojnë kapuqin e heki, për respekt najtene. Mi respektu. Ama, tash që ki luftu ti, tash që bëbona, me të posejtë ty ja? Ama ja, jo ndo, nuk jo në krejtë, s'po du me i përgju, ama jo ndo që ja kanë po hajri luftës, po. Ndoshta ata si ka bo patlatikat atër, po mbas luftës, oho, kanë kap, her taraker, her bëftek, her me asht, her pa asht. E ta shqeta njerëz vinë me na kalzu neve, me na thonë neve që apo që shurët kombi. Problemi është që në mes teje dhe meje, ka një dalim shumë të madh në kuptimin e konceptit të rujtjes kombit. Se ti kujton që ruhet kombi, me alkohol e me bigjoz e me kamata, kështu së ruhet kombi. Kështu shkatrohet kombi, se një pej njerëzve që po, apo pej grupeve këtë vend që dojnë me e shkatru këtë kombi, me në shkatru, është që ta që e shpërdojnë imoralitetin. Nda që zina, nda që rakit, që këtë ka me shkatru. Ta pru një rini shfërnume. Këta dojnë një rini shfërnume, nuk dojnë një djallë të ri që e ndigon baben, që i du të mi thonë mësa, me kry shkollë, më bo muslimani mirë, me i koni halalit. Qysh më konë? Më konë si Omerin dëgje, këta ndëgje, se s'kom qare pa e përmen. Kër hypi Omerin tellu të këbirë, qysh i tham, i herë pëse i prifti. Tha falu, tha nuk falë, në këtu tha se tut në bebo më asmi e vinë kanë valës, vazhdojnë të rëgjimi. I tha, a i prifti, tha, o Omer, tha, qërë tha e kom do, shtaf do material që mbarohet tesha, për do të kom bo hazër, kërë kom marrë veshje të orë me të e fedije. Qa i tha Omeri? Tha, se kështë e prift, tha o pi pasuris të kryshterve, o pi pasuris tonde. Tha, vallahi, tha Omer, o pi pasuris teme, nuk o pi bejtu il-malit, nuk o pi arkës shtetërore të kryshterve, po tha, pi pasuris teme. Omeri tha, me ndoj e mirë, është ashtu, tha, po, prisni besimtare, tha, mere, e mor Omeri. O, tha, ndaj, tha Omer, që diga, ndaj, tha, po më kujtuat, tha, që kjo tesht, që ta kom jep, tha, e ka pak një pjesë di ku të shkep, e kom marë me pej, thot, do pej jo më konë kish. E kom marë pi kishës, do pej të kishës. Tha, e kom kep, veç qaj pej, tha, nuk o pi pasuris teme. Tha, ja, wallahi, tha, ja ki me marë me hekat pej, shka u kohën për atyhit, ja me rekej, to se so kam i këtë eshe jotja. Kër i tha kështu, ja nisi me kajt. Ja nisi me kajt, a i prifti e Moromeri, radiallahu anhu, i jepke, se ati kër e kom dikon ti me e përqafon edhe, i thush, qëtësau. Pasha Allahun për qëta, për qëta e kom ledzu një për i mustashrikin, dhe mustashrikin i thojnë këta të cilet dalin, qësh i bjenë më rënë shqip me përthu mustashrik, sekularistat, një pi sekularistave. Folke për qëtë ngjarin e Omerit, thëjke, e ka përqafu Omeri këtë priftin për me qëtësu, a për me i kalzu se ti o ka të përfatsa, o të të përqafu një drejtësi e madhe. Tha se këti prifti ti kishë mungu drejtësia. Do më thonë, për Omerin, dashurëzimi që ka e përmenda këto, kanë dëshmu edhe armisht e Omerit për drejtësin e ti. Atër Omeri, kër e mora tesh, boni dua,
Edhe tha, o Allah, pastroje robën e Omerit ashtu siç i ke pastruar pasurinë e tij nga pasuria e njerëzve. S'ta i ke Omerit, ai ke pasurinë halal veç vetën. Allah tash nuk ka momenti, nuk është momenti me i përmend krejt që kemi i përmend to. O dal një ditë, buri madhë kombe, vallaj buri madhë kombe kjo Omeri. O dal dashurit e mi, që kjo Omeri, Omer ibn al-Khattabi, radiallahu anhu, o dal një ditë pej ditëve, me këqyr në kullotat e muslimanëve të kullot Bagdit. I ka pat do deve, shumë të majme, pishe deve tjera këtë thata. Tha, të kujna jonë që të devet e majme, tha jo ndjallit të tha, Abdullah ibn Omerit. Abdullah ibn Omerit, tha, devet e ti? E këto tjera të muslimanëve, tha, po. E thiri djallin, tha, këtë thashit jato. Qysh, u bab, tha, me pasurit e, o krejt thashitje dhe këtë pare që e kemi prunë në Bejtul Mal, ka thonë. Me i prunë arken e shtetit. Po tha, pse bab, tha, ti e mërve qmimin sa bëndevja, e thot normale, e këto tujat ekstra që e në këtë me i krytat se ti kur i ki kullot devet, po tutna që ta kalëshu rrugën njës, ka thonë djalli Omerit. E ti kanë lonë devet tuja me hi, kusë me gjërë, drejtësi, mërë do. Na, sot, bos na ardë pak autoritet. S'po di bre dhe lidhë sa të qëllë me mujtë me i mari ma uton. Lidhë sa të këpucave që s'bojnë pare edhe që ato. E këtu e shetë më honë si që ata ka orë gjendja, mësë ku ka orë se mungojnë Omerat. Kur hini Omeri aty të dashurit e mi, e kaloj këtë kenisetul qiyame që shë përmendem, kishën e kiametit, atër Omeri radiallahu anhu u drejtu edhe erdh tek guri apo te mihrabi falemni, i fali 2 recate kur hinin Bejtul Maqdis, kur hinin Quds, shkoj te mihrabi i Davudit a.s. i fali 2 recate. Pastaj muslimanëve Omeri ja u fali neslit sabahun, namazin e sabahut ja u fali edhe në recatin e parë këndoj pisurës Sad dhe pej surës Benu Israil që jo surja Isra. Pas kësaj shkoj tek shkëmbi që shnihet të Sakhraja, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka bu udhëtimin e tij në Mi'raj. Shkoj të Sakhraja të shkëmbi, edhe e kishte Ka'b ibn Ahbarin me veti, pi thot Ka'bit, apo Ka'bi i tha, ja emir al-Mu'minin, o prisi besimtarve, tha bëne xhamin, tha pas shkëmbit. Omeri radiallahu anhu ja kthej, tha, u bone i ngjashëm, tha me jahudit. Po na kanë me bo para shkëmbit xhamin, edhe sot e kësaj dite ekziston xhamia e Omerit, është para Sakhras. Ta shtikush të që shkambin e për pse e përmende. Se këtu ka një mos pajtim të djetartë, disa thojnë se tek Sakhraja të shkambi ka me zbrit Isa a.s. A vallahu ta'ala alem me vërteta, Isa a.s. ku zbret? Te Menaratul Bejda. Tash disa thojnë që tu është ajo e pështillimi, se është një minare e barë, bashkë aty të Xhamia Omerit. Thojnë të shkambi, që aty, jo. Menaratul Bejda është në Damask. Është në Damask. Unë kur kom qenë në 2006 me mësu gjuhën arabe, pa të më shku me hoxhën nga Zmir me e pa. Është interesant, subhanallahu ladhim. Se këto e patem dhe gjuhën kaset prej Sheikh Abdul Qadir Arnautit. Unë se kom bri me pa Sheikh Abdul Qadir Arnautin, pa e kam bandëgju kur zbret Isa a.s. Edhe që është përshkru, bash zbret, do më thonë, një anë është minarja, në anën tjetër është ka? Kisha kryqi. Wallahi në Damask, me sytmi e kom pa, nonën e majt është minarja, nonën e djathë është kisha. Edhe është lagje krejt e krishterëve. Në Damask, sot e kësaj dite, këtë krishteri tojnë aty. S'ka musliman aty. Bilem kur patem shkru me Hoxh Gazmirin, na pat orë një për musliman, aty tha, i këni piktuj, sa që e një orë, tha, sot në musliman nuk vinë, tha, për këqyrën, një me në këshyrën, ama na gjami, njeri kura gjami, edhe njeri kura i ri,
Edhe sa më e ria që ma fush. Allah së të ndike, shkumin e më të nakëshu si arushat, na me mikra, me kapuqa, kërë ka thonë ata që ka e larë, mërë këto, aty të nda me sapet, si për para, zë t'i në arrujt, më thonë, aty në vend tonë, i paku në për para, do kam pas mera ka pak, i ka pak ka shkijet. Ama shurica, si është, ku të shkijet, i kodë da, me shkijet i ka pas kafiqat e vetë, kafeterit e vetë, apo si bënd vetat, shqiptarët vetat. Edhe që që më përzi, shqiptarët që më përzi, nuk jënë shku me hingë, që është të njëjtë, edhe aty është sikur se një farëndare, që është të opton, ama në kurinë, aty në këshu se ka do që ka e nërë ta. E që aty ka me zbrit Isa alayhi salam. Pastaj Omer radiallahu anhu, e ndërtoj, thot, edhe sot e kësaj dite, quhet do thot xhamia e Omerit, pastaj Omer radiallahu anhu, mas kësaj, po vim të fundi edhe po e përmbyllim, i urdhëroj me marë me pastru vendin sot është ku e ka pastru një vend për vendeve që është kish sot ekziston. Apet po thom për me ju të regu toleranca e vërtet ku është. Jahudit, ku thuhet që vori i Isës a.s. si pastërës, Isa a.s. na si musliman na besojmë se Isa a.s. çka? Allahu e ka ngrit lart mbi qiell dhe Isa o gjallë, çështu na besojmë ata. Si musliman. Ato që ka e kanë kryqëzu, ai çka është i kanë gjasu në fizionominë e Isës. Allah subhanahu wa ta'ala e ka shëndru, tash kjo temë e gjasë, po du me hinë ta, ai cili e ka shpionat Isën a.s. Allah e ka shëndru në formën e Isës, atë një ka duk që është Isa. Allah e përshru në Kur'an, verë një surën Maide, walakin shubbiha lahum, thot Allah ju kanë gjasu, ju ka duk atyne, wa ma qataluhu, wa ma salabuhu, walakin shubbiha lahum, thot asë se kanë vra, asë se kanë kryqëzu, po aty një ka duk, ju kanë gjasu me Isën a.s. Ama ja o dit, që kanë bo? Qatë vend ku pretendu sa vari ti është ku kanë qytë bërdok? E kanë bush me bërdok atë vend. Kërë ardhë merë, kërë e ka po? A përshëm ja urujti ndjenjat njerëzve, që ka thonë Omeri? Ka thonë merë i pastrojnë i këtë vend. Oshtë pastru e mbas asaj, jonë ato kushtet që përdu me i ledzu në shpejt, edhe 3 minuta dhe shkum, 42 minuta ka shku për ligjeratës, veç 3 minuta dhe krytem. Ka mos diskutime të mëdha të dietarët për vëthikën, për dokumentin që e ka shkru kushtet Omeri që e ka shkru. Unë një që e kom për ball juve, du me lexu tekstualisht, duke pas parasysh rëndësin e këtij dokumenti në qytetrimin islam, duke qenë se tregon në mënyrë shumë të qartë shkallën e tolerancës. Dëgjoni pashallah që to. Dëgjoni edhe po proces juve djemve të ri. Që to duhet me mësu mira, që kur të hen me fol me dikon me i kallzu, mos me lon pralla gjit me na kallzu pralla. Kur po flasim me 16 hijri, sa i bjen para sa viteve, me sa jena sot hijri, kush e din? Ha? 1447. Hekja 16 i bjen 1431. Para 1431 viteve që ka shkruar Omeri. Ndigajni, o ju kopallagji, o ju që po mundoni me na shit prova, me na tregu qytetërim që ju dhe qytetërimi jeni Allah i poftë rahmet. E tregon shkollën e lartë të tolerancës kur shteti islam ka çliru vende, dhe i tregon tekstet që janë rujt, që janë në prarhiva të rujtme, kushtet, çisha ka rujt. Bismillahirrahmanirrahim. Me emrin e Allahut, me shiruesit, me shërbërësit. Kjo është ajo që i dha robi Allahut, prijesi besimtarve, Omar ibn al-Khattabi, banorëve të Ilias, Jerusalemit. Nga siguria, që çfarë siguri u ka? Negojnë tash. U dha atyre siguri për jetën e tyre, pasurinë e tyre, kishat e tyre, kryqet e tyre, të smurit dhe të shëndoshit e tyre, si dhe për të gjithë komunitetin fetar. Që kishat e tyre, që kishat e tyre mos të banohen nga të tjerët.
dhe të mos shkatërohen ato, të mos paksohet asgjë prej tyre dhe as nga pasuria e tyre, as nga kryqet e tyre dhe as nga ndonjë gjë prej pasurive të tyre. Që ata të mos detyrohen në fenë e tyre dhe të mos bëhen të padrejt ndaj askujt prej tyre, mos me detyru me ndru fenë. Don me mbet krishter, mbet krishter. Lekumuddin kum waliyadin. Dhe që të mos banoj me ta në Ilija asnjë hebrej, që kjo pak e djekë, që ta shë Allah jo ditë s'ka qef vetë di këto. S'ka. Bës të letojnë Palestinë, asnjë hebrej, po, mundin me shku pjesë tjera, që këtë si është i madha, ama në Palestinë, që sot që e Palestina, aty s'ban me tu ata. Banorët e Ilijas duhet japin gjizjen, taksën shtetërore, ashtu që ishë japin banorët e qyteteve tjera, jo taksë të veçantë, jetë krejt. Ata që duhet të nxjerrin prej saj romakët dhe hajdutet. Kush del prej tyre është i sigurt për jetën dhe pasurinë e tij derisa të arrijë në vendin e sigurt. Kush qëndron, ai është i sigurt dhe ka mbi vete atë që e kanë banorët e Ilijas prej gjizjes, ka me pagu taksën shtetërore. Kush prej banorëve të Ilijas dëshiron të largohet me romakt, me pasurinë e tij, dhe t'i lërë kishat dhe kryqet e tyre, ata janë të sigurt për veten e tyre, për kishat dhe kryqet e tyre derisa të arrijnë në vendin e sigurt. Kush do që ishte në të prej banorëve tokës para vrasjes së filanit, kush dëshiron të qëndron me dhe ka mbi vete ata që kanë banorët e Ilijas prej gjizjes, kush dëshiron të largohet me romakët, kush dëshiron të kthehet te familja e tij, nuk merret për atyre asgjë derisa të korën korat e tyre. Dhe mbi ata që e dhanë këtë dokument është besa Allahut, besa Allahut, përgjithësia të dërguarit e tij, përgjithësia e halifes të besimtarëve që është Omeri radiallahu anhu, dhe pastaj tha ne ta japin do të thotë gjizjen ata, dhe pastaj tha dëshmitar i kësaj wathiqatul umariyya që shnihet është Khalid ibn Walidi, Amr ibn al-Asi, Abdurrahman ibn Aufi edhe Muawiya ibn Abi Sufjan. Mbas kësaj dashurit e mi se thash po u nguta si thash, edhe që tha dhe kur është edhe një moment që si jasë guzoj këto me te i kalu, edhe i bindu që s'ma bëne halal, kur e ndini di ka të pse hoqë se ki përmen, është momenti kur eshe Omeri radiallahu anhu, në cilin vit ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Në cilin vit ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Vitin e 11 të pejgambersisë. Apo? Përshaj ku më bu shkuru shkrejt. A 11 ka vdek, po 11 jo të pejgambersisë, po të hijretit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me 11 hijret ka vdek. Kur ka vdek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një sahabe s'ka mujt me përballu me ndajt Medine. Plot sahabe, është një pyetje që është i njohur në për librat kur përmendet mallëngjimi për Rasulin sallallahu alaihi wasallam, mos me mujt me ndajt, po ata e përmendin këtë Bilalin radhiyallahu anhu. Edhe Bilali erdh te Abu Bekri i tha, o Abu Bekr, tha, am jep leje me shku, po du me shku në Palestinë. Në Palestinë ka jetu Bilali. I ka thonë Omeri, ja, ka thonë. Abu Bekr ka thonë, ja, ka thonë. Kime ndajt të me thire zonin gjamin pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që shë këthin kone pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Atër ja ka bo Bilali radiallahu ka thonë, o Abu Bekr ka thonë, ama ki ble lirim për buboro biot, ja buboro bi Allahut. Kër i ka thonë kështu e ka nakautu Abu Bekrin, ka thonë, ja, ka thonë të kom liru për hirtë Allahut, ka thonë nëse më ki liru për hirtë Allahut, lem të lirë, so nësmej me ndajt në Medine, edhe ka shku në Palestinë, ka shku, mbas 5 vjetëve, Omeri radiallahu anhu peshe Bilalin. Ndallu veç pak si tu, atin që e ki një vëllot që ta do shpirti, kur përmendet emri ti zemra dridhet për to, pi dashnis që e ki. Kështë para me ndonë, 5 vjetë mos me po mbas 5 vjetëve. Kur e ka po Omeri radiallahu anhu, Bilalin ka nga me përqafe, ka shërënguj, ka njës për kanë Omeri radiallahu anhu. Për i mallit për Bilalin radiallahu anhu. Bilali kajke, dytë të kajtë sahabet, nisen me kajtë të sahabet për rreth,
Të po gjendjen e Omerit edhe Bilalit, kur u shfry mirë, Omeri radiallahu anhu i tha, ja Bilal, o Bilal, thire tha e zoni, tha. Tha, Omer, tha, qysh be me dhirë, tha, unë e zoni, tha, ti e din që unë jam betu që i pas vdekjes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la u tik s'kam takat me thirë zonin në pejgamberi, me thirë e zonin. Atër i ka thonë, o Bilal, thot, më pakon Rasulullahin këtë ditë çlirimit, kish me lyp pejteje me bo e zanin, bën e zanin. Thot, kër e ka nis Bilali me thirën këtës e zanin, thot, është dridh këtë këtës e pejvajt muslimanve, se i ka malën gjy sahabët, i ka thënë gone pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Këtë dashurit e mi është të tëra saj për kësaj pjesës për Omerin radiallahu anhu, inshallah taala, mbas 2 javë, se një javën tjetër kena për smundje dhe ilaçi, që shena marrë është 1 javë smundje dhe ilaçi, 1 javë për jetën e Omerit. Pas 2 javë, inshallah taala, e vazhdojmë rrugtimin ton përbashkë me Omer radiallahu anhu, aty ku ja kem qelluar për mirësive të Zotit, ku kam gabuar për me dhe shejtani, wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin.